Udhëheqësit ushtarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit zhvilluan një takim të papritur këtë të premte në Pentagon, në një kohë kur tensionet me Iranin po rriten ndjeshëm. Takimi, i cili nuk ishte bërë publik më parë, përfshiu diskutime të mbyllura mes generalit amerikan Dan Kane, kryetarit të shefit të shtabit të përbashkët, dhe Eyal Zamir, shefi i shtabit të forcave të armatosura izraelite. Sipas zyrtarëve amerikan, diskutimet kishin për qëllim koordinimin e strategjive në një situatë rajonale të ndjeshme. Ky zhvillim vjen pas një rritje të dukshme të pranisë amerikane në lindjen e mesme, përfshir forcat detare dhe sistemet e mbrojtjes ajrore, ndërsa presidenti Donald Trump ka përdorur një retorik të ashpër ndaj Iranit, duke i bërë thirrje Teheranit të ulet në tryezën e negociatave. Ndërkohë, zyrtarët të Shtëpisë së Bardhë kanë përsëritur se Trump nuk ka marrë ende një vendim përfundimtar dhe mbetet i hapur ndaj një zgjidhje diplomatike. Përpjekje diplomatike po vijojnë mes disa shteteve të rajonit. Turqia, Egjipti dhe Katari janë duke ndërmjetësuar organizimin e një takimi mes të dërguarit amerikan Steve Witkoff dhe zyrtarëve të lartë iranian në Ankara, të planifikuar për fundjavën e ardhshme. Shtetet e Bashkuara kanë komunikuar gjithashtu me Teheranin përmes kanaleve të shumta se janë të gatshme për negociata. Nga ana tjetër, Irani ka intensifikuar paralajmërimet ndaj çdo sulmi të mundshëm. Komandant të Gardës Revolucionare Iraniane informuan parlamentin për gatishmërinë e plotë të forcave të tyre, duke theksuar se çdo veprim i SBA-s mund të shkaktojë një konflikt rajonal. Sipas zëdhënësit të Komitetit për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme, forcat iraniane kanë përmirësuar kapacitetet e tyre sulmuese dhe raketore që nga lufta 12 ditore, duke tejkaluar kapacitetet e demonstruara publikisht. Zëdhënësi theksoi gjithashtu se interesat ushtarake dhe ekonomike të SBA-s në rajon janë brenda shtrirjes operacionale të Iranit dhe çdo veprim i palishëm do të marrë një përgjigje të fortë, vendimtare dhe të pendueshme, sipas urdhrave të urdhrit të lartë. Ai shtoi se Irani ka mbikëqyrje të lartë inteligjente mbi lëvizjet e kundërshtarëve dhe operacionet janë të përgatitura për çdo skenar të mundshëm. Në këtë klim të tensionuar, ekspertët vlerësojnë se lindja e mesme po ndodhet në një pikë kritike, ku diplomacia dhe gatishmëria ushtarake ecin paralelisht, ndërsa çdo keq kuptim apo provokim mund të ketë pasoja të mëdha për stabilitetin rajonal.